I fundit të lumi virgje që përshkon Ballkanin me mira specie të veçanta, bimësh dhe kafshësh kërcënohet nga ndërtimi i digës, që ka si qëllim sigurimin e energjisë elektrike për banorët vendas. Kështu thuhet ndër të tjera në një raport të revistës gjermane Der Spiegel, të botuar në median greke. Shkrimi merr shembull lumin Vjos, 270 kilometra i gjatë, 70 në Greqi dhe pjesa tjetër në Shqipëri, i cili rrjedh nga Pindi Verior dhe derdhet në Adriatik. Ulri Hajshëlmen, i organizatës mjedisore Riverwatch, thot ndër të tjera: Vjosa nuk është vetëm një lum i virgjër, ajo është zemra blu e Evropës që rre në Ballkan. Sipas ekspertëve, 80% e lumenjve në Ballkan janë në gjendje të mirë, por lumenjt e fundit të paprishur të Europës janë në rrezik. Më shumë se 570 diga dhe hidrocentrale janë planifikuar të ndërtohen me paratë e Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Diçka që është ndaluar në Evropë, tani po përpiqen ta bëjnë në Ballkan, thot Hajshëlmen. Në Shqipëri, një vend ku sektori i ndërtimit po lulëzon, janë iniciuar projekte të diskutueshme. 3 diga të mëdha kanë përfunduar në Lumindrin në Shqipëri. Kompania norvegjeze Statkraft do të fillojë ndërtimin në lumin Devoll të 8 digave, përfshirë dhe atë të Vjosës. Njëra është tashmë në ndërtim e sipër, 50 metra e lartë dhe 350 metra e gjerë. Bëhet menjëherë e qartë se në Tiranë, mbrojtja e ambientit nuk është e lartë në listën e prioriteteve të qeverisë shqiptare, shkruan Spiegel. Vendi importon 35% deri në 40% të nevojave të veta të energjisë elektrike, të cilat qeveria shqiptare është duke u përpjekur t'i ndryshojë me ndërtimin e digave. Për të njëjtën arsye, Kompania Shtetërore e Energjisë Elektrike të Maqedonisë, ELEM, do të ndërtojë 2 diga në parkun kombëtar të Mavrovës, pranë kufirit me Shqipërinë dhe Kosovën. Ky është një nga parqet më të vjetra kombëtare në Evropë, me një faunë dhe florë unike. As investitorët ndërkombëtar nuk duket se kujdesen rreth ndikimit mjedisor të projekteve të tyre. Këta lumej do të shkatrojnë siç ndodhi në Evropë në vitet 70, paralajmëron Hajshëlmen. Ai shton: "Unë nuk jam kundër hidrocentraleve, por është nevoja një plani për Ballkanin që të përcaktohet se ku mund të ndërtohen stacione të tilla dhe ku jo."